bëhet objekt staljeje në internet. Aktoria lën nam me Photoshopin. Hatixhe Sendil u bë e njohur në Shqipëri me rolin e Elif në serialin Një pjesë e imja. Aktoria 34 vjeçare së fundmi është bërë objekt staljeje në internet për shkak të një mashtrimi në një foto. Duke dashur të duket më elegante, pak muaj pas lindjes së fëmijës së parë, Hatixhe ka ndërhyrë me Photoshop në foton e saj të fundit. Por me sa duket aktoria nuk e ka parë mirë foton, përpara se ta postonte, dhe fansat e ka marrë re menjëherë që prapasaj ishin shtremëruar edhe Parmakët. Fansat filluanin ta quanin Hatixhen amatore në Photoshop, dhe sigurisht shumë prej tyre nuk i ka pëlqyer ky mashtrim i aktores, çka ka detyruar Hatixhen ta fshi foton nga Instagram.